Në kuadër të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste, Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur Lezhën për të përcjellë mesazhet e radhës politike. Për kreun e qeverisë, forca që ai drejton mbetet e vetmja që nuk ka ndryshuar qëndrim në mbrojtje të interesit kombëtar, ndërsa nuk ka kursyer kritikat ndaj opozitës, të cilën e cilësoi si një front humbësish kronik. Duket gjëja më e zakonshme dhe më normale që një forcë politike të ketë një qëndrim solid, të palëkundur dhe të kthjellët në raport me interesin kombëtar, por ja që nuk është kaq e zakonshme. Se po të ishte kaq e zakonshme, do të ishte karakteristik e të gjitha forcave politike në Shqipëri. Por kjo është karakteristik e vetëm një force politike, Partisë Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste qysh në krye të herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Dhe për këtë ka plot shembuj që mund të merren, por shembulli më kuptimplot e madje ulëritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundërshtarët e saj politik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në krye të herës, nuk lënë gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humbësit kronik dhe shpirti i shkatërimit në politikën shqiptare. Duke ju kthyer historisë së 3 dekadave e gjysmë, Rama ka bërë një ndarje të qartë mes rrugëtimit të socialistëve dhe kundërshtarëve të tyre politik. Partia Socialiste, qysh në krye të herës dhe sot e gjithë ditën, është një forcë politike që ka mishëruar qytetarinë europiane dhe jo hakmarrjen primitive. Është një forcë politike që ka mishëruar vullnetin për të ndërtuar dhe jo instiktin për të shkatruar. Është një forcë politike që ka qenë gjithmonë zëdhënëse e pajtimit, e afrimit, e bashkëpunimit dhe jo e përçarjes, e ndarjes dhe e hakmarrjes. Sipas tij, PS ka qenë gjithnjë në vijin e duhur të historisë, ndryshe nga forcat e tjera politike që sipas kryeministrit kanë përdorur retorikën nacionaliste për të fshehur veprime të tjera. Që pikërisht ata që rrihnin gjoksin ditën dhe gjuanin me gur Partinë Socialiste, natën thyenin embargon e botës demokratike ndaj Slobodan Miloševićit dhe furnizonin me naftë makinerinë e tij të pastrimit etnik. Ndërkohë që Partia Socialiste, qysh në ditën e parë të marrjes në dorë të frenave të vendit pas katrahurës së paimagjinueshme të vitit 1997, u bë mbështetja më e fortë, mbështetja më e palëkundur dhe mbështetja e përhershme deri në fund, deri në çlirimin e Kosovës, e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të përçarje e mbollën dhe ushqejnë dhe sot e gjithë ditën ata që Partia Socialiste i ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt i kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Kryeministri u ndal edhe te atmosfera e zgjedhjeve të parapluraliste. Sipas tij, PS ka shmangur gjithmonë hakmarrjen politike, duke u shndruar në një forcë që mishëron vlerat europiane.